Në drejtimin e kryetarit të Këshillit të Qarkut Ervis Moçka është mbajtur gjatë kësaj të hëne mbledhja e fundit e Qarkut të Vlorës për vitin 2025. Ishte një mbledhje shumë e rëndësishme, e cila ishte vlerësuar edhe nga këshilltarët e pranishëm, por edhe nga administrata e Këshillit të Qarkut, pasi do të miratojë edhe buxheti për vitin 2026. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka në nisje të mbledhjes falenderoi këshilltarët për prezencën e tyre në këtë mbledhje të rëndësishme, por edhe për bashkëpunimin që kanë patur gjatë këtij viti. I pari ishte projekt vendimi marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekti kompetencave të përbashkëta midis njësive të vetë qeverisjes vendore dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore me Akademinë e Trajnimit të Njësive të vetë qeverisjes vendore të Shqipërisë Talga. Për këtë qëllim u dakordsuar që të futet në bordin drejtues, pra të krijohet kjo akademi si një shoqat apo EF, dhe në bordin drejtues të ketë përfaqësues të qeverisë nëpërmjet ministrit të pushtetit vendor, përfaqësues nga bashkitë nëpërmjet shoqatës tyre dhe janë 3-4 bashki që përfaqësohen në bord, përfaqësues të qarqeve, ku janë 2 qarqe, qarku i Tiranës dhe së fundmi është përzgjedhur përsëri qarku Vlorës. Them këtë me krenari pasi nuk ka tavolin ku qarku Vlorë, ku merren mendimet e mëdha qarku Vlorës nuk është prezent. Dhe javën e kaluar është lançuar akademia ku të gjithë kemi qenë prezent dhe me kryetarët e bashkive, është lançuar në fund akademia si një subjekt i kompetencave të përbashkëta. Në pikën 2 të rendit të ditës u diskutua dhe miratua akt marrëveshja mbi kuotën e antarësisë për financimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut nga bashkitë. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka kërkoi mirëkuptimin nga ana e këshilltarëve, si dhe u tha atyre të ngrenë zërin pranë bashkive për kuotën e antarësisë, pasi këto pagesa në fund shkojnë për investime në këto bashki. Një nga të ardhurat kryesore të Këshillit të Qarkut është kuota e antarësisë që çdo këshill bashkiak e miraton. Do doja mirëkuptimin edhe ju tuaj si këshilltar që në këshillat tuaj përkatës bashkiak të miratuani kuotën e antarësisë kur vjen momenti i miratimit të buxheteve, pasi ju jeni zëri që mund të tregoni dhe këshilltarëve të tjerë se çfarë bëhet me atë kuotë antarësie, se ku e dedikojmë në buxhet dhe sa e rëndësishme është ajo për financimin e qarkut. Nga ana tjetër, si detyrim ligjor, na duhet që bashkitë pasi vendosin këtë kuotë në buxhetet e tyre përkatëse, të lidhim një marrëveshje me to, me qëllim mundësinë e financimit të Këshillit të Qarkut. Kjo marrëveshje u vjen gjithmonë bashkëlidhur me projektvendimin, është e njëjta marrëveshje, nuk ka ndryshime dhe është një detyrim ligjor të cilën na mundson neve pastaj të financohemi nga bashkitë tona përbërëse. Drejtuesja e financave në Qarkun e Vlorës Anisa Hyseni ka folur me gjuhën e shifrave për të ardhurat e shpenzimet e buxhetit të vitit 2026. Për këtë vit totali të ardhurave është në vlerën e 261 milion lekëve, të ardhurat të veta janë në vlerën e 221 milion lekëve dhe granti i kushtëzuar për funksionet e deleguara është në vlerën e 40 milion lekëve. Të ardhurat e veta vijnë nga kuota e antarësisë që kemi planifikuar në vlerën 16.5 milion lekë, të ardhurat nga shërbimet 900.000 lekë, të ardhurat nga granti i pakushtëzuar për vitin 2026 janë në vlerën e 69 milion lekëve, të ardhurat nga granti i trashëguar për vitin 2025 në vlerën e 38 milion lekëve, të ardhurat të trashëguara nga viti 2025 për kapitullin 5 në vlerën e 95 milion lekëve dhe të ardhurat jashtë limitit në kapitull 6 218.000 lekë. Shpenzimet e planifikuara për vitin 2026 janë shpenzime nga granti në vlerën 107 milion lekë, shpenzimet nga kapitull 5 në vlerën 97 milion lekë, shpenzime nga të ardhurat në kapitull 2 në vlerën 16 milion lekë dhe shpenzimet nga granti i kushtëzuar në vlerën 20 milion lekë. Shpenzimet nga granti pa kushtëzuar për paga janë në vlerën e 26.5 milion lekë, sigurime shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 3.5 milion lekë, shpenzime operative 10.2 milion lekë, fondi veçantë vlerën 1 milion lekë dhe investimet 66 milion lekë. Kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj e ka cilësuar një buxhet gjithëpërfshirës atë të Këshillit të Qarkut për vitin që vjen dhe që ndihmon sipas tij bashkitë e vogla. Bellaj u ka bërthye bashkive të paguajnë taksën e antarësisë për Qarkun e Vlorës. Është një buxhet që ne kryetarët e bashkive të vogla na bën të ndihemi mirë. Këshilli i Qarkut përveç detyrave që ka dhe si detyrë që
duke marrë të gjithë fuqinë ekonomike të qarkut, të bashkive, t'i ndaj këto të ardhura. Është e vërtet që qyteti Vlorës ka rritje, qyteti Sarandës ka rritje, Imara ka rritje, po kjo rritje bëhet dhe nga njerëzit që banojnë atje në fshatat e bashkisë son, të Delvinës, të Konispolit. Pra zhvillimi nuk është vetëm lokal, është zhvillimi pak më i madh. Dhe i bie fati Vlorës, Sarandës dhe Imarës të ketë për investime të rritur të ardhura, po këto të ardhura qarku mund t'i rialokoj. Dhe ky rialokim që qarku ka bërë, vërtet meriton një vlerësim dhe unë bëj thirrje që dhe kolegëve të bashkives të Vlorë, Imar dhe Sarandë t'i derrin kontributet. Pra t'i derë ai Sarandës sepse do shkojnë për atë rrugën e Kopaqit, sepse edhe atje në Sarandë ka banor nga Kopaqi që jetojnë. Ka banor që jetojnë në Sarandë dhe shkojnë në Kopaq, ashtu siç ka banor në Vlorë, që do të shkojnë në Vllajin, do të shkojnë në Gërnes, do të shkojnë në Gorrish, do të shkojnë në Amonic, do të shkojnë në Mallkeq. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka tha se buxheti për vitin 2026 është i mirë dhe i ekuilibruar dhe ku një përqindje të konsiderueshme e zën shpenzimet për investime. Tani nëse do të flasim për, mendoj se kemi paraqitur për paraqisim një buxhet të mirë dhe ekuilibruar, ku paga dhe sigurime, i vetmi ndryshim është që stafi i qarkut shtohet me 3, do të krijohet inspektorati i mbrojtjes tokës bujqësore, megjithatë ngelet në nivelin në rreth 14% buxhetit. Shpenzimet operative janë ulur flas 14% se ta ekonomistët nuk falin financierët, flas pak grantit, pa transfertë specifike, duke mos llogaritur transfertë specifike, pra vetëm grantet e ardhura. Dhe kemi ulur shpenzimet operative, nëse vitin e kaluar ka qenë vlerë rreth 38 milion lek, të vit janë në vlerë 28 milion lek, me qëllim që të japim frymëri investimeve, dhe gjithë pjesën tjetër dhe 67% e zënë investime. Është ambicioz, si buxhet duke parë institucionit tonë, se them këtë se normalisht për llogarisim edhe rreziqet që mund të ketë si buxhet. Në fakt e kemi shpërndar investimet e mëdha në buxhete afatmesëm, buxhetin afatmesëm që kemi variante bashkë me buxhetin, që mos ngelemi me detyrime, pra mos ta çojmë institucionin në vështirësi financiare, por nga ana tjetër, vështirësia tjetër është që ky buxhet pasi të miratohet, do impenjimi maksimal të gjithë personelit administrativ të Këshillit të Qarkut Vlorë për realizimin e tij. Jemi staf i vogël që sigur një të çaloj i bie që gjithë këto impenjime ku vëmë fytyrën para njerëzve, para këshilltarëve, para kryetarëve të bashkisë dhe mos realizohen dot. Në unanimitet të plot, Këshilli i Qarkut miratoi projekt buxhetin për vitin 2026. Gjithashtu, Këshilli i Qarkut miratoi në këtë mbledhje edhe kalendarin e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028.